I ndaruar koleg, sot do të prezantoj një rast jashtëzakonisht interesant. Do të flasim për ndërprerjen e venës cava inferiore dhe vazhdimsinë azigos. Atëherë, vazhdimësia azigos është një anomali e rrallë vaskulare që karakterizohet pikërisht nga agenezia e segmentit hepatik të venës cava inferiore dhe nga prania e një vene azigos të zgjeruar, sepse normalisht, siç do ta shohim më vonë, më pas në filmim, azigos ne nuk e shohim. Vetëm në rastet kur është e zgjeruar, atëherë mund të shohim një enë të vogël që vendoset anash her pas here, po këtë do ta shohim më vonë në filmim. Azigos e zgjeruar. Çfarë bën ajo? Ajo drenon gjakun venoz nga segmentet kaudale dhe e çon këtë gjak venoz direkt në venën cava superiore. Segmenti post-hepatik i venës cava inferiore është i pranishëm dhe drenon vetëm venët hepatike në atriumin e djathtë. Në vija të përgjithshme, kjo anomali është e izoluar, por ekziston mundësia që të jetë e lidhur edhe me sëmundje ose sindroma të tjera, siç mund të jenë për shembull asplenia ose polisplenia. Pra, ndonjëherë bëhet fjalë për izomerizëm të anës së djathtë. Por mbi të gjitha ju ftoj të vëzhgoni këtë, pra në prerjet torakale, praninë e këtyre dy enëve, nga njëra anë horti dhe nga ana tjetër azigos, të cilat zakonisht nuk e shohim azigosin, madje as në nivelin abdominal. Mund të shihni këto dy enë që janë ngjitur, që janë paralele. Vëzhgoni, përqendroni mirë vëmendjen tek këto dy imazhe, sepse më vonë gjatë këtij filmimi do të ndalojmë së bashku disa herë për të treguar se si duken këto dy enë në prerjet mediastinale, të larta, pra në kraharor, ashtu edhe në nivelin abdominal. Mesazhi kryesor dhe më i rëndësishëm që duhet të marrim me vete nga ky prezantim është se nëse përballemi me një rast të vazhdimësisë së venës azigos me ndërprerje të venës cava inferiore, është absolutisht e domosdoshme që të rekomandojmë menjëherë një konsultë kardiologjike pediatrike të detajuar dhe një rivlerësim të vazhdueshëm me kalimin e kohës, siç atë periudhës së shtatzenisë, ashtu edhe në periudhën pas lindjes së foshnjës. Ju falenderit shumë për vëmendjen tuaj të çmuar. Siç është zakonisht, ne fillojmë menjëherë duke vëzhguar fshikzën para se fetusi ta zbrazat së bashku me dy arteriet umbilikale. Shikojmë edhe stomakun për të njëjtën arsye. Dhe pastaj, në këtë rast, mund të vëzhgojmë zemrën sepse fetusi është në një pozicion të mirë. Vëzhgojmë menjëherë seksionin e majt ose seksionin e aortës, që aorta të dalë mirë nga ventrikulli i majt dhe të shkojë drejt djathtas, që septumi është i paprekur dhe kështu ka një ndarje të rregullt septoaortike, dhe që arteria pulmonare, seksioni i djathtë me bifurkacionin e saj, duket e rregullt. Tu vendosemi në seksionet mediastinale. Më lart shohim një arterie pulmonare të rregullt. Aorta ndiqet nga vena cava dhe mund të vërehet tashmë edhe vena azigos. Dhe për këtë dua të tërheq pak vëmendjen tuaj. Dhe pastaj vëzhguam arterien që sapo ishte zbuluar, klavi djathtë. Dhe këtu shohim edhe një herë arterien mbi klaviven e djathtë. Dhe në një pjesë të vogël të ekzaminimit u panë edhe arteriet mamare. Tani po vazhdojmë me studimin e detajuar të zemrës, duke vëzhguar të katër dhomat, kthimet venoze dhe ato pulmonare. Vazhdojmë të shohim një dinamik të rregullt të valvulave, ku mitralja dhe trikuspidia kanë një lëvizje normale, dhe vërejmë që ekziston një vazhdimësi e plotë e septumit ndër atrioventrikular dhe atij ndërventrikular. Pastaj aktivizojmë gjithmonë modalitetin me ngjyra për të kuptuar që ka një mbushje të rregullt të zemrës, me një septum që ndan mirë dy pjesët e zemrës, pjesën e djathtë dhe të majtë, dhe që të ketë një rregullsi në tre bazat. Vazhdojmë ende të vëzhgojmë septumin e parë, septumin e dytë, flepin që hapet në të majtë, dhe bëjmë velocimetrin si në aort, ashtu edhe në arterien pulmonare, të cilat në të dy rastet duken të rregullta. Këtu e kemi bërë në aort, e cila është e rregullt, dhe më pas e kemi bërë në arterien pulmonare, që edhe në këtë rast duket e rregullt. Këtu po vendosemi në prerjet e mesme,
Sagitalisht, në disa raste, mund të vëzhgojmë har konduktal që duket i rregullt. Dhe përsëri prerja e djathtë me bifurkacionin e arterjes pulmonare. Por fillojmë të përqendrojmë vëmendjen tonë që nga prerjet e sipërme mediastinale, sepse shohim këtë azigosin, e shihni këtë enë të vogël të ngjyrosur me të kuqe, që është azigosi, i cili tashmë në pamje të parë na duket pak më i madh. Dhe pastaj vini re me kujdes ato dy enë të cilat janë të pozicionuara përpara shtyllës kurizore. Këtu përsëri venat pulmonare. Megjithatë, përveç kësaj do të dëshironim t'ju ftonim që të vëzhgonit me vëmendje këtu se çfarë ndodh saktësisht në prerjet mediastinale të larta. Shihni, ky është azigosi, duket pak më i zgjeruar. Dhe këtu në këtë prerje mund të vini re këto dy enë. Zakonisht duhet të shohim vetëm një enë që është aorta, e cila ndodhet pas venave pulmonare dhe midis aortës dhe venave pulmonare ndodhet ezofagu. Pra, ajo që vërejmë është një vazhdimsi e azigos, do me thënë është azigosi i cili normalisht duhet të jetë i vogël, pra në formë fije, ndërsa në këtë rast është i zgjeruar, është më i ektazuar, sepse ka një qarkullim rikthyes që më pas do ta shohim kur të vëzhgojmë. Abdomenin, kjo është azigosi. Normalisht ne nuk e shohim kaq mirë, përveç se nëse vendosim ngjyrën në shpejtësi të ulta. Vëzhgojmë venën cava superiore, sepse azigosi derdhet brenda venës cava superiore. Dhe këtu mund të shohim edhe një herë këto dy enë që janë azigosi dhe aorta, të cilat janë pra njëra tjetrës. Dhe pastaj këto dy enë që vazhdojnë, pra janë afër edhe në nivelin abdominal. Sigurohemi që të jetë i pranishëm ductusi venoz i arancit, sepse në disa raste, kur ka vazhdimësi të azigosit, mund të ketë edhe agjenez të ductusit venoz të arancit, por nuk është kjo rasti. Le të vazhdojmë t'i vëzhgojmë me kujdes. Shifni këto dy enë që kalojnë paralelisht, shumë pranë njëra tjetrës. Në përgjithësi duhet të jetë vetëm një, vetëm se do të ishte aorta torakale, e cila më pas bëhet aorta abdominale zbritse. Tu vendos një shigjet, tregoj dy enë, sepse zakonisht është njëra në të majt, aorta në të djathtë, azigosi, i cili rezulton të jetë ektazik, normalisht është si fije, prandaj nuk duhet ta vëzhgojmë. Shohim përsëri që ky është atriumi i majt me derdhjen e dy venave pulmonare dhe këto janë dy enët, azigosi dhe aorta. Dhe pastaj vazhdojmë kështu studimin ton, duke parë projekcionet medio-sagjitale. Në veçanti duke parë bikën, sepse normalisht vena cava inferiore hyn në atriumin e djathtë dhe pastaj është vena cava superiore që hyn në atriumin e djathtë. Në këtë rast, përkundrazi, shikoni në prerjen e bikës vale, ne shohim një venë cava superiore të rregullt, por nuk shohim një venë cava inferiore të rregullt. Kjo na bën të kuptojmë se ka një ndërprerje në venën cava inferiore dhe përjedhoi qarkullimi, pra i venoz, zhvendoset pra sikur të ishte kalon përmes qarkullimit të azigos. Dhe pastaj, duke filluar nga sistemi i venës azigos, kryhet drenimi të gjitha venave që vijnë nga pjesa e poshtme e zgabrës së barkut, duke bërë që gjaku i varfër me oksigjen të transportohet drejt për të derdhur përfundimisht brenda në venën cava superiore. Ktu shohim venën cava superiore, në fakt, shkruajmë që është pikërisht kjo. Faleminderit. Ky enë e vogël që është këtu dhe hyn në pjesën e sipërme të atriumit të djathtë, ky është atriumi i djathtë i zemrës. Dhe pastaj post, ku normalisht duhet të ishte vena cava inferiore, nuk e shohim. Pam edhe një herë që ka një hark duktal plotësisht të rregullt, këtu jemi ende te pamja bicavale, vena cava superiore duket perfekte, këtu atrioni i djathtë është i rregullt, si dhe vena cava inferiore. Nuk duket, pra ka një ndërprerje të venës cava inferiore. Pikërisht këtu ndodhet vendi ku unë kam vendosur shenjën.
Ne po vazhdojmë ta vëzhgojmë me kujdes, duke u siguruar që me shumë siguri po kemi të bëjmë me dilatimin e garita inferiore, dhe është kështu sepse mungon pikërisht ai segment që është segmenti intrahepatik. Këtu mund të vërejmë përsëri një prerje tërthore të barkut, ku mund të dallohet qartë një stomak i rregullt dhe një sinus portal i rregullt. Dhe pastaj shohim dy enë të tjera gjakun që janë afër dhe këtu i shikoni ato të shënuara me ngjyrën e kuqe. Azigos është e zgjeruar, pikërisht sepse duhet të transportojë gjithë gjakun që reflektohet në venën kave superiore, dhe pastaj hedhim një vështrim të vogël. Pra, në përgjithësi te fetusi, duke parë po ashtu kokën që duket e rregullt, ventrikujt janë perfekt, kavomi septum pellucidum është i rregullt, një trur i vogël perfekt, i formuar mirë, dy hemisfera cerebellare me vermisin. Në qendër, një fosa kraniale posteriore e rregullt, profili i rregullt, hunda perfekte e rregullt, këndi frontomaksilar. Dhe pastaj është shumë e rëndësishme të vëzhgohet korecistika, që të mos ketë një mëlçi të medializuar, sepse ndonjëherë vazhdimësia e zigos mund të nënkuptojë një sindrom kardiosplenike me izomerizëm të djathtë ose një polisplenik. Në këtë rast mund të vëreni qartë që fshikza e tëmfit është e vendosur në anën e djathtë dhe stomaku është vendosur në të majtë, nuk është i medializuar, nuk vërehen shenja të problemeve me veshkat, nuk ka pjeli ektazi, veshkat paraqiten plotësisht të rregullta si në nefroparenkin, ashtu edhe në procesin e shkarkimit të urinës. Dhe këtu, kjo skanim është vërtet perfekte, sepse shohim në fakt stomakun, shohim aortën, azigosin dhe tasikën që ndodhet pikarisht anash aortës, dhe pastaj një sinus portal të rregullt me ombelikalin që hyn mirë në bark. Dhe pastaj e plotësojmë studimin duke e parë, është një studim i detajuar, pra shohim edhe trupin e kallëzumit që duket i rregullt. Dhe edhe një herë vendosemi në prerjet medio-sagjitale, sigurohemi që në të vërtet vena cava inferiore nuk është, pra ka një ndërprerje të venës cava inferiore. Ajo që pulson është aorta torakale dhe abdominale, segmentet e aortës torakale dhe abdominale. Harku i aortës. Dhe pastaj i shohim në disa skanime që do të shohim së shpejti gjithashtu.